Zoti Luca, mund duhet prek me ju këtë problematikën në shpesh në Shqipëri ka lindur dhe fjala oligarki. Kemi oligark që drejtojnë vendin, kemi këshu, kemi... Por kemi dhe opozitin që tot s'ka asnjë oligark. Jo, s'ka asnjë. Për një sekund. Rejnë. S'ka asnjë. Asnjë zero. E di pse thot opozita s'ka asnjë. Ka spekulant. Thot është vetëm Edi Rama, sepse... Po, se jep mundësi njerëzve me punu. Po sepse... Se jep njerëzve mundësi me punu. Jo, si pas politikës të dy politikat, edhe majta dhe djata që kanë drejtuar, Partia Demokratike e Partia Socialiste që kanë drejtuar vendin, Syçi, dëgjoj me kujdes, të dy palët që kanë drejtuar vendin, shiko pra, të dy palët që kanë drejtuar vendin, kanë prodhuar oligarkët nëse i kemi. Do në thënë të janë pjellet të dy palëve. Jo, mos është ashtu. Ti ndoshta nuk i pranon sepse ka një akuzë Lucës që dhe ti e oligark. Jo, unë kam qenë oligark. Ma vollën biznesin, si isha më oligark. Isha oligark, unë kontrolloja gjithë jetën e natës, si isha oligarkun. Unë isha një nga oligarkët më të mëdhenj Shqipëni, mos me thonë më i madhin atë kohë. Sepse kontrolloja gjithë jetën e natës, kontrolloja keshin, kontrolloja kazinot, diskoteka, blues, jazz e pralla. I duheshin lekët e mia, pse nuk më majden mu, i djathë që i kam një mu, më ranë kres, i duheshin lekët e mia, i muri familja madhe, i gëzofshin, i pafshin hajri. Unë dula të peshku, tashi të peshku, unë mas bishtit peshkut, në përdete, a ka peshk, a s'ka peshk, a e zeja, nuk e zeja, a e bin tok, a e qojnë hon, a e qojnë Amerika, a e qojnë drejqin e Mallkum, këta të meren me mu, që gjdo objekt, gjdo fabrik me lek gjaku, duke morë borgjë në bankë, e duke bërë gjdo loj pune me thoj pa maru një biznes, pa maru i kredi, jo vetëm unë, po gjithë produsit shqiptar, talen me mund thonë oligark, tashti, oligark Shqipëria yllë shloje nuk ka, jo peshku, po s'ka oligark asnjë, Shqipëria oligark ka vetëm një, e di që do të thotë oligark, të kesh influencë në prodhim, të kesh influencë në miniera, në nëntok, në naftë. Këtu një oligark ka. Grupi vogël. Nuk është. Oligark këtu është vetëm ndërmarrja shtetnore e naftës që ti ke ngrejt problemin e fjerit. Gjithë ajo nën tokë që është frytzu në emër të politikës, jam dalë lekët në emër të politikës, nuk i ka met asgjë shqiptarëve, ai është i vetmi oligark që ka Shqipënia. Po këta oligark që jo Qeti, jo Zamiri, jo tjetri, nuk janë oligark. Si s'është Zamiri oligark? Ja, s'janë. Si s'është Zamiri? Qa lidhje ka Zamiri? Zamiri ka përfitim. Zamiri ka lidhje me Bolek. Blen edhe shet. Luce. Zamiri nuk prodhon. Zamiri ka provu një minjerë. Zamiri ka provu një minjerë. Një gjotë, klutë. Zamiri ka... Me syrgjën e këse. Zamiri... Nuk është oligark. Ore, si s'është oligark Zamiri, mërë? Zamiri ka morë Shqipni në dorë, mërë burë. Ja, Zamiri është i buri menshëm që Bolek. Si o buri menshëm? Po m'jep dhe mu t'i gjithë pasurit. Po pse t'ja japi t'ju me shko fito? Po pse t'ja japi Zamirit? Si? Tu fillo. Pse t'ja japi Zamirit? Qa i dha Zamirit? Zamirit e kanë dhonë t'gjitha. Zamirit i kanë dhonë Bregdetin. Zamirit i kanë dhonë Korçën. Zamirit i kanë dhonë Tiranën. Zamirit i kanë dhonë këte. Tash ti, edhe mu me ma dhonë lutë, se që s'ke dhonë tokën, se dalim prap ke prona, kush është se ju ndakan Zamir Manes gjithë pronat me vlerën më të madhe në Shqipëri, dhe ajo që më vjen keq, nuk është të ja kanë dhonë pronën, ti me gjithë men ke morë pronë publike, por ke bo një gjo... Ja, më se ka morë, e kom ble. E ke ble, bravo. A ti që ma vini nga qilek i kësha mërshën Bregdetit. Po, bravo, e ke ble, dhe ke morë një gërmadh, dhe ta kom thonë, ke morë një gërmadh, që pot ma ip të mu, Edi Rama, do i thosha po talësh me mu, dhe ke bo një gjo krevepër, dhe dykin e Drama. Po, jo, e ke ble pra. E Drama më ka dhonë jetën, më kalon me punu, po s'ka dhonë gjo. Po, të maroj, e frashkabim. Tashi, dhe ke bo një gjo të bukur, që ke dykin e mot bukur të Republikës i keti. Theatrin mot bukur të Republikës i keti. Apo flet për modelin... Fabrikat, një gjo, po mlemër të maroj të shqisem të. Po nga tronë modelin... Po jo, modeli është ky, që ti the prodhon, kurse Zamir Mane nuk ka prodhu, po ka bot trafik influence me politikën. Ka përfitu nga politika, dhe ky ka të drejti, kanë prodhu të gjithë qeverit i kanë prodhu këto, dhe sot i kanë hypë tonë kurris politikës, dhe ajo qka është,
Zamir Mane ka shkatërru natyrën. Ajo që ka bën Palas është katastrofë. Tash po hajt edhe pyllën e Korçës. Po hajt edhe pyllën e Korçës ke kampi punëtorëve. A mund të flas? Pra, fol pra si burr njerëz, se je burr. Ja po të flas. Ja po të flas. Ja. Çfarë prodhon? Jam duke gjinas, Ti jam unë prezent, ti e merr peshkun, që i fut dhe drogën mrena peshkut, edhe e çon tunën në Amerikë. Me emrin Rozafa. Dhe e çon në Australi. Kurse ky çfarë ka prodhu ky Zamir Mane? Më thuaj një prodhim të këtu. A mundem të flas? Më thuaj një prodhim më. Bëjmë një minutë. Po më thuaj një prodhim. Ja po ta them unë. Një. Po më pusho. Po më thuaj prodhimin, Pusho burr. Po jo më s'kam për të pushuar, më thuaj prodhimin. Hajde vazhdo tash. O, zotni, a ka mundësi të ndjekësh se unë duhet të ndjekësh? Po, më që pun po bëjo, zotni. Jo, a i gërthet. Po, kur a i nuk po gërthet. A i po thot atë që mendon. Ti thuaj të kundërtën e saj. Atere, syç, ja po të them unë të kundërtën. Ylli bëri një pyetje për oligarkinë. Dhe unë të thash... Dhe unë të thash çfarë është oligarkia. Dakor po. Nuk është ajo që... A ka mundësi ajo që mendon ti oligarkia? Jo se mendojnë është... Kam bërë një lokal në Tiranë Allish Verishi. Po. Ai është Allish Verish, nuk është oligarki. Se ka qeni mençëm Zamir Mane, të gjej gjuhën me kryetarën e bashkisë, të gjej gjuhën me ministrin, për të marrë pozicionet më të mira që bëjnë lek, për të shqit ndërtesat në themel, për të bërë 2 kabanonet mëdha për t'i dhënë me qillara, halal ja bov zoti, ja hong ksha zemrën. Një minutë më let flas. Ore më let flas, o zotni. Ore më let flas, është se un kam zëmë shumë se ti. Tash ti, o vllai dashur. Po të ma jep mu më vëlla. Të lutem. Kur tjerëve si ka dhon pronën. Tjerëve si ka dhon pronën, o Lut, nuk i ka dhon pronën. Si zoti ta bësh ti. Si ka dhon pronën. Nuk je zoti ta bësh. Se si e pronën tjerëve, po i ka pronat publike Zamir Manes, dhe pse këtyne pronarëve që kanë prona, ja kanë marrë pronat, nuk ja jep të prona publike, po ja jep Zamir Manes e Zamirëve tjerë. Se? Syç. Pse ma spjego? Ja po ta shpjegoj pra më dëgjon. O syç, jemi zonë 100 herë për punën e Zamirit. Tash ti. Të lutem shumë më ndaj. Më ndaj. Qatë ndajmë, s'kam qatë ndajmë. Oligarkin nga modeli i biznesit. Në rast se flasim për oligarki, unë ta thash mendimin tim. Oligark nuk janë këta legena që blejnë dhe shesin. Që i kanë bo lekët duke morë vendin më të tjerë. Nëpërmjet pushteti. O shti i menqëm, Allah. Po si është i menqëm, që e ka i menqëm? Po dikush do ta bënd atë punë, mërë kjo Tiranë të ndërtohet. Po të themi gjotë thjesht. Të prona publike, që i kanë morë politikanë, që i kanë morë Zamiri, se nuk ja ke dhonë aty në pronarve që nuk ishin prona? Po jo, dhe Emil shgojnë të flasë unë, përse ma shumë. Ja, të mbërën më daj. Po flasë. Ore, 2 veta kam thiron të një që po flasë. Kom shokun s'mund të bëj lafe me të të historinë kote edhe jemi zoni 100 herë për këtë punë. Ta shti, o, syç. Po minirët e kromit. Po më lërë më të flasë të shi. Minirën e kromit, ku që ja dha Zamirit? Po më lërë më të flasë. Minirën e kromit. A mund të flasë? Sa është minirën e kromit? A mund të flasë? Se duhet mori Zamir Mane minirën e kromit dhe ta shesi masnej dhe të mori paret. Një minutë më Parria e lutë. Po flasim për modelin. A mund të flasë? Jo më folë në rysë se s'ke nevoj asë për Zamirin asë për njëri. S'ke nevoj asë për Zamirin asë për njëri. Po të leta që folë. Ylli dashur, tu ka 2 momente. Një moment që është Allish Verishi, Tallavaja, oligarkia, dhe një moment tjetër, zoti Ylli, të lutem më ndiqi çik se unë jam. Ty po të ndjek më zoti. Jo më ndiq. Lere telefon. Po ti tani modeli tjetër të lutem. Telefoni shkron popullata dhe shkruajnë kjo tani. Të lutem, modeli tjetër është ç'a ndërton njëri biznesmen dhe ç'a ndërton tjetri. Zamir Mane ka marrë përsipër dhe në filozofinë e Zamirit është të bëj lek. Me trafik influence. Punën për të bërë lek, a mund të flasë? Me trafik influence. Me punën e bën gjithë trajin, kush është i mençur me bën. Me punën që ai ka zgjidhur në kokë. Që të bëj lek, të gjithë biznesmenët duhet të bëjnë lek. Tashti ky, në rregull jam dakord, po ky si njeri që ka bërë më shumë lek, e ka etjen më të madhe, është më i mençëm, ka ditë me bo më mirë. O Luce, po ti po na bë budallëje burr tash. Ha vazhdo. Tani jo vetëm te Zamiri, se ka dy, atëre unë po kap modelin. Lere Zamirin, se ta lem Zamirin, okej, po kap 2 modele. Çfarë do të bëj njeriu në këtë jetë? Disa kanë zgjedhur që të bëjnë lek, shtojnë pasurinë, le ta shtojë Zoti ja bëj marr. Disa kanë. Po të bëni gjotë bukur më lut. Jo kanë shkatërruar natyrën më lut. Je edhe njeri i ambientit. Se ke shkatërruar ti? Ti edhe atë librazin që ishte një gërmadh. O syç. Se unë të shtëpia ime, se ne kemi të gjithë një zanafil, o syç. Po. A do m'lesh me fola për? Po, fol tash. Se të shtëpia ime të gjithë kemi zanafil. Te tavolina bukës, unë jam ushqy me të bukrën. Jam ushqy me të madhërishmen, jam mësu me librin, jam mësu me i pa gjonat
në admirim, kupton, me bo mirë, me dasht, me bukër, me bo sevap, me bo shtu... Ta shti, problem... Kursa jo mësu se si me ishtu shëllin djathit, që t'i shtoj kilet, që fitoj më shumë lekë. Po dakord, do në rejë. Po pra, shumë mësuaj. Dhe ta shi, nuk shet djathin, po shet influencat, dhe merë gjithë pasurit nën-toksore, bitoksore Shqipëris, dhe i bo, dhe mas nej, na del dhe blendi Fevziu, dhe thot që ka ble në Austri, një hotel të modh që ka qenë drejtoria e Kurudhave Zamiri, dhe nuk flet që ka ndërtu në palas, në bit deltën, që ka shkatërru ekosistemin e gjitha. Se ka për Zamiri vetën. Se, ku është kjo media? Ama ju se dhe ju media pa hajtë. Edhe media pra. Se si nërë këta probleme. Unë një artikull shkryta për Zamirin për 5 ore hoqën 4 gazeta. Edhe kjo më thot nuk ka. Kujti kërkute me hek artikull? As kërkuj. As kërkuj. Po. Pse kjo kërkon me hek artikull? Pse kjo ka fryk me fol? Se si kjo nuk kanë regull o latash. Hajde foltes. A kanë sot oligarkët fuqi se... Po s'kam oligarkë. Ajo doli që ka bolë kanë ndryshu ligjin Zamirin. Kanë fuqi të ndikojnë të drama këta. Në parlament favor ti. Kanë fuqi të ndikojnë të drama. E kush? Oligarkët. Kanë fuqi të ndikojnë. Se E kjo një është framën, oligarkë që të ndikojnë të drama. E një framën ti? Po, diçka e njoftë tani se... Edhe kanë fuqi këta që të influencojnë të e-drama, që e-drama të ndroj 1 milimetër atë rrugë që i ka pu qëllim vetës. Do t'ja ndroj Zamiri. Luce. Do influencojnë këta që e-drama rrugën që ka nisë do t'a devijoj se ndërhynë këta. Zamiri dhe Zamiri Ajo është si të... e kanë fillu me ko. Sa për atë ndryshim e ligjit të dolin në qështjeni se duke si ku po bëjmë që ka dhonë pare me ndryshu ligjit. Duke si ku po bëjmë emision për Zamirin, ta një lutem. Po, dakord. Se ti vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka rase për shembull, e si të bësh ti i pasur, ka shumë të vish për shembull me të mbathura të fare dhe të bësh i pasur me njëherë këtu në Shqipëri. Po, në Amerikë. edhe mu mjep ti mund sa toka sot, edhe të dy ti ide ke, po i zhvillojmë të dy. Hajde. Atere, hajde, thuje dramës mjapi mund sa toka. Se nuk është korrekte dhe që pa përmeni një memrin ka shumë. Qërtë. Ta shti, Qërtë, shumë. Unë du të flasë modelin e biznesit. Disa zgjedhin për me shku shpejt të legët. Disa zgjedhin modelin e prodhimit. Mu që më ke këtu për balë, unë kam zgjedh modelin e prodhimit. Dhe modeli prodhimit është modeli që të le pa gjumë për shdo problem që ka puna. Dhe modeli prodhimit nuk mbaron kur, sepse janë si halkat, më falë, janë si halkat... Jo, po ta spikoj. Tu ti është një supermarketit ti. Po nuk është prodhim, nuk është prodhim. A i është biznesmen. Trafiku influenza... A flasë biznesmen shumë i madhë, Allah. I që kapelen, pagun taksa, ka njerës më punë. Por prodhu Zamiri nuk është asi ditë dhe s'ka prodhu as jo njetë vetë. Të mos mbetemi Ta shi ti e përmene që ka këto gjëra. Këto i ka dhe shumë i zoti me bolek. Po me prodhu ka prodhu 2 herë, 1 herë minjerë dhe 1 herë në bujqësi, dhe nuk ka qenë i zoti do të sepse prodhimi jon halka zinxhiri që për ditë shton nga i halk. Dhe po t'u këput një halk, lutem diq. Unë, për shembull, po se krahasimin njeriu do ta mori me veten. Dal në det, duhet gjimoj mallin, duhet ta zej, duhet shkojnë anijet, duhet ta bin. Po bashkë kemi qenë 3 ditë pa gjuhë, vite 5. Ata marrojnë vite 5, ku po them? Mos ma prit logjikën tash. Hajde. Tash logjika është tu yll. Këta njerëzit e shtetit kam përshtypjen që për biznesin prodhues duhet të bëjnë shumë më tepër se sa për bizneset e tjera që blenë dhe shesin. A ka pas mundësi ky lider i biznesit, që është bo miliarder dhe unë e përgëzoj që është fut në ato lista, të bënte prodhim në Shqipëri? Unë mendoj që po. Është i pari që ka fut televizorët, është i pari që ka fut lavatricet. Slovenia ka bërë obodinin, Slovenia ka bërë televizorët. Se ky mos t'i prodho... Atje del më keq puna, lutem, mos hyj atje. Sa atje dalim kefqinji. Atje dalim kefqinji. Ja, mund të përmendë Zamirin, po para publike Zamiri nuk merr apo ja? Absolutisht zero. Tenderat këto. Zero. I ke parti Jo, zero. Asnjëherë. Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Në trafikun e influencave janë për shembull edhe tenderat gjinte pa numër. Ore, që jo, kush është pronar sot në palas? Tenderat. Është pronar. Ai është ndërtues. Ndërtuesi. Po ka ndërtuar. Kush e mori tokën? Produktin e Kush e ka mori ble, tokën? valla, s'ka mora si me tokë, e ka ble. Se ka marrë me atë ligj. E ka ble, më valla. E ka ble. Tu ka të tjerë që e kanë marrë me Aty ligjin. ka çështje pronas herë, tash mos ja fut kohë. Ore, të ka njerëz. Aty ka çështje pronas. Ore, nuk e ka inves, po çështje pronas kanë gjithë Shqipërinë. E dini që është vrarë një gjyktar, ekonomi është vrarë për çështjet e pronave në Vlorë. Dakord, dakord. Dhe sot e kësaj dite nuk dihet kush e ka vrarë. A më lutet tash e parrinit.
Pa ta që, ja pra kjo, pra ne vje puna aty se... Për qaj ke i noti se ke arë nga Amerika, për qaj ke i noti atë? Se bolegaj, për qaj ke i noti? Po të të kom i not? Jo, s'm ke i not. Po pëse s'kom i not? Pse ke i not? Ha? Nuk e kom i not. Po pëse e boleg? E kom se ka shkatërru venin. Orla, unë do të thosha Zamir Mane, me qënë se është pasamirë më i madh, të kishte bërë një prodhim shqiptar, të kishte poshtu botën me një prodhim shqiptar. Unë personalisht, ja kam thonë dha ti, o Zamir, ti ke forcë kryosh një brend, kryo një brend shqiptar, ke mundësira, ke influencë në Balkan, ke influencë në Europë, kryo një brend shqiptar. Po ka influencë përse ka legët, Allah, ka leftat. Një gjotë, atë e mi gjonë të ti, që do atë estetikën, bukërën, njënën, të të vlerësa. Po mos më gatrome se unë jam djali në reklusës. Po e di më, po prit më. Djali mimikës. O, syrç, mos më gatrome. Ore, e pranon ti, thyni jot, e pranon atë palasën? Jo, e pranon? Jo, ylli... Ti që meresh me peshkun. Po kështu e do të se... Ojull. Ti, e pranon që i ka shkatërru faunën aje? Faunën që zeti peshkun. Ojull. Ore, ama ka spjeguti mu prit... Unë Elbasan kam bërë vetë vetën. Kam bërë një ndërmarrje prodhuese, ku brenda saj ka një teatr, më falë. Ka 2 kinema. Skema, ka 2 kinema, ka gjitha to... Ka park, për kalemojtë, hajde, vazhdo. Po mirë, ma unë aty kam bërë shëmbëlltyrën time, shpirtin tim. Po në Librasht. A i në palas ka bërë shëmbëlltyrën e vetë, do leko vllai. Regu pra kaq. Po mirë, po pëse në zefe. Kaq pra, ka bo një gabim se... Ka bo shëmbëlltyrën e djathit. Ka bo shëmbëlltyrën e djathit. O, syrç, mos hymë të syrç. Syrç, nuk shumë. Jo ma hymë ku demon. A është biznesi... La kam për të pysën që a them. Po se... Them që a demon. Shiko tani, që duket sikur kjo është një venecia, thamë oligarkët dhe këta janë një grushtemrash, nuk është vetëm Zamiri tani. Nuk duhet të realitet. Jo më ka shumë se e zgjatëm shumë Zamirin. Ka shumë Zamira. Po pra tani, ka shumë Zamira këtu, pra ne ka shku. Zamiri ka seksoj Lusa që e ka filluar nga Ja, ba ka haroj, o syrç, ka haroj, falë, këta haroj se... Të kalojmë të të tjerë. Haroj se ku e filluar. Me ka pasu një shërë me 2 nga këta. Ta harojnë me këthy kokët mrapa, sepse gjithë problemi këtyne është që duhet majtë men ku e ka nisë. Dakor? Kam pas një shërrun me 2 nga këta. Njoni e kish haru nga kish nisë, e që tu met në dorë fillova tu pa ondra unë me historinat e 97-ës. Ndërsa i tjetri, që po mor leje të kytja për men emrin, nuk haroj nga kish të nisë. Edhe i tjetri është qetë kastrati. Nuk haroj ku e kish të nisë, këtheu ogër, majti men, dhe tha Lucë, ne me të kriju problem të, ne kemi nisë bashkë. Unë majtë botit, ti maj vargës. Edhe Zamiri, maj televizorit e ka nisë. Po shumë mirë, po harojnë ka herë. A themi gjojë, si e shumë. Po duke, Syçi nuk po thotë nga është nisur tani. Jo, më nuk po thotë. Jo, shumë Syçi po thotë trafiku influencave, po thotë të tretën. Po shumë e rëndësishme. Po shumë e rëndësishme jo nga janë nisë, që duhet ta mash mend se nga janë nisë. Me që më theti i notë, për Vilmanushin qas të shfolë. Unë shkova në Ka shfolë për Vilmanushin. Po prit më të flasën. Gruja më punëtore në Shqipni. Po, pra, po mle më të maroj, se s'mle të maroj. Tani ti e lidhe dhe me interesat e tua. Tashti, unë shkova në e lidhe me interesat e tua. Jo, prit 1 minutë, 1 minutë. Po tani se... Po pse kam qenë derë cigare une? Ore, i ke parti këtë jo cigare. Jo morë në herë me mjekësi, për halëshe. Vilmanushin e kom taku në 1987-ën të tregtia jashtme, në 88-ën. E që atërë se kom pa mo me sy. Vilmanushin. A ka mund si ta marojnë se e kom... Ka qenë model i tregtis jashtme kod partisë punë, Vilmanushin. A ka mund si. Shkova në Korçë. Në atë Korçën ku Zamiri kishe morë tokën e... Prapë të Zamiri do të të kampi punëtorëve dhe kishe kafshu për bëjtë ndërtime. Vilmanushi kishte bojë një hotel kryevepër që i qofshin halal lekët. Se Vilmanushi dele mirë tani. Nuk ta... Për atë që i pash, more si kanë ardhur lekë, po të bëjnë gjonat bukura për këtë vend mirë. Po jo të masakrojnë këtë vend më rylli. E kanë masakru këtë vend mërë këto që së ngopë kanë kur. E kanë masakru mërë, së ngopë kanë kur. Pra, unë kërë shof një gjotë bukur, asë nuk... Parat publike për koncesionet, për PPP-te, për këto, kontratat e tenderave me radhë, do me thënë, këta që marrin në financimin kryesor nga buxheti shtetit Lucë, ti i ke parë këto gjëra, se përtasin për ty oligarkore, por nuk përtasin për njerëzit që marrin këto i paraja. Qofë se unë kam morë 1 lek kam borqë. Mu më ka ardhë dogana shtetit para 10 vjetëve, e kom fishësidin, e kom në Shëngjin fabrikën për balë portit,
Më kam thonë, Lut, s'dum të të morim, të lutem ca zyra. Më japin 2 milion lekë vjetra, 2 milion lekë vjetra o shirokë administrate. Dakor? Që më bëjnë copë më këta. Dhe unë poshtë asaj kam tratorin meloni. Më vjet turp t'i qes jashtë, se kom gjithat ambient sipër, nuk kom ku lej njerëzit. Po, nuk kom ku lej njerëzit në tratorin. Që vën fotografitë e melonit një 40 vende. Po, për zotin. Në gjo, e du me shpirt. Tu duke pash me këshu atësi. Në gjo, ja po da. Nuk e ke vetë me. Në gjo, ajo është e djathë si unë. Ajo është rebele. E kishe vendosur atë në 100 vende. E dashuroj. Dhe në të gjitha pozicionet. E në gjo, e dashuroj. Ajo, në gjo, ta shi ti munesh se ti e i madhë për këto, ta shi unë jam të thonë. Ajo ka një shpirt, unë nuk di nga i buron ajo forës. Ajo është e djathë, rebele si që jam unë. Dhe në një fjalim të saj që ka majtë për familjen, që e ka shtatru Europa familjen, unë kam ramren me te. Mos eri ti lokali, kërën dashurit. Po kam ramren. Edhe ja kam thonë në një video, Ke shku mërena po ke ramren? Po jo, po kam ramren dashni, po thëmë. Kam ram dashni me te, po si mundet burit i bëj 60 portrete të pikturume dhe mos bjerit dashni. Po të mund të fitosh në gjithë, ajo si e lirë është tani. Të lutem ta kthej pak se. Ajo si e lirë është tani. Tash ka dhe një problem me syçin. Ka dhe një problem me syçin që gërthet. Të gjithë ta që kanë ikë në 90-ën, i është këput filmi në 90-ën. Mos ja vere, pra ne dun Shqipni ka shumë. Mos ja vere, do ambientohet dhe ky, se ka dalë në pension atje ka armenet me ne. Do ambientohet. Syç mos gërthit, lutem. Edhe një gjë do fillosh të kuptosh edhe një gjë Se qa thësh gjo gabimu ma thuj Allah? Jo, unë pyetje bëj. Shqipnia s'ka rëndësi ku jeto, sot bota shumë e vogël me këtë telefonin. Po ndonjë që vjen nga vendi ku je. Pa jama tash, fol që je burr, fol drejtën. Ndonjë që vjen. E di qa ma bitë, se ti si ke nevojën kujt, a si ke borç kujt. A si ke borç kujt. Po mu më vjet turp flas për njerëzit që kryojnë taksa. Më vjet turp. Po më vjet turp. Po si më ka masakru mër ti lutë, ta si ta thash? Unë ka pëlqy leku, nuk ka masakru. I ka pëlqy leku. Po gjithë edhe ty të pëlqy leku, Allah. Po ja, mu më pëlqy ma fabrika. Po mirë, tash unë kam shku në Gramsh, unë kam shku në Maliq, unë kam shku në Prenjas, unë kam shku në Lapinop. Këta ikin të bregu detit të toka bukur, më kuptoj ju lave, kush vjen investor nga këta atje ku shkojor? Po kështu pëlqej mu. Ti futesh në det, edhe rrishe i javë para 3 mujesh pa gjumë, se serdi peshku, duhet me një story. Ajo më jep najsi mu mërsyq. Bravo, më. Po pse ta shajkën tjetëri që jep najsi leku? Pse? Jo më leku jep një asaj bisede. Po jo më dha, leku i pa meritum nuk jep knajsi se të qonë në degenerim. Bravo, a e kanë këtë i qik pa meritum. Ti a e ke pa getot që kanë kriju, ja ku e ke këtu një geto. Po. Rollin, si e ka kjo këtu, Rollin? Rolling Hills. S'ka në semra shqiptarë, Allah. Po. Pa jo në bregdetit, si e ka? Ajo e ka... Krin, kost. Jo, a ka një pema jo? Një shqiptarë, shu i kam vënë emra. Jo. Po pse si a vënë emri? Unë i emri shkredi 192 Rozafa. Pse i kanë këshu emri? Pse i kanë këshu emri? I vënë dhe... Pse? Edhe emrat e... Jo, më jo, si e ka ajo poshë, më rjulli. Po pse, më Allah? Si e ka ajo poshë, më rjulli, ajo në Ksamil, si e ka ajo, para Ksamilit. Se arrova. Vetëm mos tojtë Zamilit, aman. Jo, së është Zamilit. Emër tjetër. Ajo ma jo poshtë, që këllbohen, që shkove ti, që është $2.000, nota dhe nuk ishte ujë më la njële në dush. Po, zete $2.000, kam si vetë. Jo, ajo është e dulakve. Unë vajta njerë me një... Ajo është e dulakve. E ku si e ka ajo? E qoj kjo Akromaxit, po. Ajo është e dulakve atje, edhe dulakve një investim fantastik. Është shënë e djelës, për atë të një hotel Si quhet ajo, më se ke emrat e ujë, si quhet? Ja, rova jemi ndani, se unë nuk... Emrat unë nuk... Cape Merli. I vjen dhe emrat. Pa tje vete ajo... Dua Lipa. Dua Lipa. Po Dua Lipa nuk e paska tokën, e paska edhe ajo tokë zanën, kënë shku për narët me i kërku tokën.